Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor kur lavdëron njerëzit e tij të devotshëm, prej cilësive tyre përmend thot والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Besimtar dhe të devotshëm dhe njerëz të mirë ata të cilët kur bien ndonjë gabim përmendin Allahun dhe kërkojnë falje. E kush fal përveç Allahut subhanahu wa taala? Dietarët gjithashtu thonë prej dobive të kërkimit faljes dhe të pendimit është se Allahu të jep jetë të këndshme, të jep siguri, të jep lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Në një ajet kuranor Allahu subhanahu wa taala thot kur përmend historinë e Nuhut alayhis salam, thot faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Thot dhe ju thash bani falje, kërkoni falje Zotit tuaj sepse ai është falës i madh. Ai është i cili sjell begati dhe bereqet nga qielli. Ai është i cili ju jep, ja ushton pasurinë dhe fëmijërinë dhe të gjitha mirësitë e kësaj dynjaje dhe të botës tjetër. Erdhi dikush tek Hasan al-Basri radhiyallahu anhu dhe i tha, ju ankua atij se nuk kishte bereqet të mbjellat. I tha istaghfirillah, kërko falje Allahut. Erdhi dikush tjetër, ju ankua Hasan al-Basrit, pra ishte një njeri i ditur, një njeri që kishte urtësi në të folur, saqë dietarët kur flasin për biografinë e tij thonë që ai fjalët e tij ngjanin fjalë të pejgamberëve. Erdhi dikush tjetër dhe ju anku se ju ankua nga fukarallëku. I tha istaghfirillah, kërkoj falje Allahut sa më shumë. Erdhi dikush tjetër, ju ankua dhe i tha se nuk kam fëmijë. I tha istaghfirillah, kërkoj falje Allahut. Erdhi dikush tjetër dhe i tha, ju ankua se gjente ngushti shpirtërore në gjoksin e tij. I tha istaghfirillah. Atëherës dikush prej prezentëve, prej nxënësve të tij i tha, o imam, të gjithëve të njëjtën përgjigje. Po tha, sepse istighfari është çelësi i gjitha zgjidhjeve. A nuk thot Allahu thot faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Allahu nëse ju i kërkoni falje, ju jep bereqet dhe begati nga qielli, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dhe ju pasuron ju me pasuri dhe me fëmijë, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Në këtë transmetim vlen për të përmend Imam Sufjan ibn Uyayna e përmend një fjalë dhe thotë ghadabullahi laysa lahu dawa'un, thot zemrimi i Allahut vështirë të gjesh ilaç për të. Dhe replikon dikush prej dietarëve në këtë fjalë të tij dhe i thotë Imam Dhahabiu pikërisht, i thotë dawa'uhu kathratul istighfari bil ashar. Ilaçi i zemrimit Allahut është shtimi i istighfarit, sidomos në fundin e natës. Allahu na bëf prej tyre. Amin.